duke mos pasur një uri themelore për mënyrën se çish përdoren mediat, edhe fëmijët tek ne përdorin kanale të komunikimit në mediat sociale për të ekspozuar armë, për të ekspozuar narkotik, për të ekspozuar veprime që bien ndesh me ligjen. Disa prej kategorive shoqërore kanë idenë që mediat sociale janë media të mbyllura dhe komunikimi është privat. Ndërkohë nuk e dinë që komunikimi në më shumë se 3 persona është komunikim publik, rrjedhimisht edhe ka përgjegjësi publike. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për Studime të Avancuara FIT, Shkodran Ramadani, ka folur për rreziqet që fëmijët i ekspozohen me qasjen në internet. Rinia e Kosovës, në bazë disa hulumtimeve që janë bërë ndër vitet, është që për shembull në vitin 2019, rreth 34% e fëmijëve kanë deklaruar që janë ngacmuar së paku një herë në jetë. E dyta, 24% e adoleshentëve prej moshës 11 deri në 15 vjeç kanë raportuar që janë përfshirë në grindje fizike, 20% e tyre kanë pranuar që i kanë ngacmuar, këta e kanë qenë vetë ngacmues, kurse 24% tjerë, domethënë kanë deklaruar që janë ngacmuar më shumë se sa një herë në jetë. Ngacmimi, bullizimi online është shpeshherë edhe më i dëmshëm edhe më i rëndë sese ngacmimi fizik. Këtë këto janë dhëna edhe shenja që neve na duhet një mobilizim i gjithëmbashëm, jo vetëm i institucioneve, por edhe i shoqërisë civile, edhe i mediave, shkollave, prindërve, që gjithë një më shumë vim e ta rrisim vetdijen, angazhimin për rëndësinë e krijimit të një mjedisi sigurt edhe komod për të rinjtë që lëndrojnë në internet.